Vesa Luma ka vendosur të flasë publikisht për herë të parë për një periudhë të vështirë shëndetësore dhe emocionale, që për vite është keq interpretuar edhe nga publiku. Ajo ka zbuluar se ka rezistencë ndaj insulinës, një gjendje metabolike që mund të çojë në para diabet ose diabet tip 2 nëse nuk trajtohet. Rreth 3 vite më parë fillova të ndihesha çuditshëm në trupin tim, shkruan këngëtarja duke sqaruar se problemi nuk kishte lidhje me oreksin apo me shtimin klasik në peshë. Sipas Vesës, fal trendeve të botozit dhe fillerave, komentet mbi trupin e saj morën një tjetër drejtim. Publiku nuk të gozhdon më me pse je shëndoshur, por ja vë fajin botozit. I ka fryrë botozi, i ka bërë njësoj sikur t'i ketë pickuar bleta, shkruan ajo. Pas një kohe ku ja atribuonte gjithçka stresit dhe ankthit, këngëtarja vendosi t'u drejtohej profesionistëve. Analizat hormonale zbuluan se ajo kishte rezistencë shumë të lartë ndaj insulinës, një gjendje që mund të çojë në para diabet ose diabet të tipit 2. Rezistenca ndaj insulinës do të thotë që trupi nuk përdor insulinën si duhet, dhe si pasojë sheqeri në gjak mund të jetë i lartë. Kjo shpjegon fryrjen, ndryshimet në peshë dhe vështirësinë për të kontrolluar oreksin.